A një të sigur që po i përgjigjeni Zotit Kurti me gjuhën më të përshtatshme për ta kuptuar elektorati, sepse janë disa interpretime dhe më e qarta është manipulimi. Zoti Kurti është tregu në vazhdimsi i aftë, po vazhdon me qenë i tillë, edhe pa qenë në pushtet, po tash kur e ka dhe pushtetin, i ka dhe parat, me manipulu. Pjesë e manipulimit për mu janë edhe këto mënyra se si ndonë shtesa, subvencione tjera. Tani, kur LDK-ja nuk e ka pushtetin, nuk e ka atë mundësi, si m'ju përgjigj këtij manipulimi, i cili bëhet edhe me paratë e buxhetit, paratë e taksapaguesve. Është e turpshme qysh një kryeministër dhe një qeveri i përdor paratë e shtetit për qëllime elektorale. Edhe si parti na kemi vendim edhe kemi në program që shtesat jove që do të jepën kështu ad hoc, por na kena mi bo edhe me ligj. Kena mi rrit, madje kemi synim mi rrit shtesat, edhe për fëmijë, edhe për lehona, edhe për pensionist. Mirë po, jo në kohë elektorale, se kjo është e pandershme. Ajo është tu ble vota, dhe kjo është shumë e pandershme, normalisht që na qet neve në një pozitë të pabarabart me to. Krejt armët që i kemi, e kemi fjallorin edhe kemi kontaktin me qytetarë, na po a bëjnë qartë qytetarëve, po mundohem me kontakt direkt me ta, me bisedu, mi siguru që LDK-ja nuk është kundër shtesave qysh po thojnë njerëz të Albinit, se këta po bëjnë propagandë, na jemi për mi rrit shtesat, me mirëqenjen dhe me rritjen ekonomike, na nuk jemi milion paret si ky në buxhet, edhe mos mi shfrytzu, na jemi për mi nda për qytetarët, po edhe me investu në investime zhvillimore, në fabrika e në projekte që i hapum venat punëve për qytetarët. Do me thonë, na duhet me shku përtej kësaj, dhe jo veç me unal e milion qytetarët mu knaq kur t'ja jep 40 euro ose kur t'ja jep 100 euro për qëllime elektorale. Unë mu më vjen te për keq që ai po e keq përdor këto, po na gjithsesi do të shkojmë përtej me projekte zhvillimore. More na jemi tu jetu në një kohë ku asnjë rrugë, se për autostrada s'po flasim, asnjë rrugë more s'ka mujt me përfundu. Dje isha në Podujeve dhe u ktheva 2-3 herë isha tu bondeshje unë në raft të cilët janë pa sinjalistik. Është që 5 vjet një rrugë Prishtinë Podujev s'ka mujt me kry. Jo me përfundu, po as sinjalet elementare. Njerëzit po na vdesin rrugës. Dje 3 njerëz kanë vdekur në rrugë. Kjo është pa siguri. Kurti është përgjegjës. Qeveria e tij është përgjegjëse. Sepse ti duhesh me rregullu infrastrukturën. Ndeshjet po ndodhin edhe për aksidente, janë aksidente rrugore, jo frontale, po janë edhe për shkak të sinjalistikave. Në 2 grave të Shqipërisë në autostradë. 2 kamiona dhejbe si kanë jekë që sa muj.